Ishemi cerebrale janë shkaktari dytë më i madh i vdekjeve në Shqipëri, por spitale publike nuk ofrojnë trajtim etik për trombektomisë, duke detyruar pacientët të paguajnë mirë ajero në spitale private. Një histori është motra e Arbenit pëson një ishemi cerebrale, mjekët në QSUT informuan se ndërhyrje e nevojshme nuk kryej aty. E për ta shpëtuar familja e transferoi në një spital privat ku kërkuan pagesën paraprakisht. Në urgjencë ata morën borxhe për të mbuluar shpenzimet prej 20.000 eurosh. Situata e tij nuk është e vetme, shumë familjarë raportojnë se janë të detyruar të firmosin dokumente për transferimin në spitale private duke paguar shuma të papërballueshme, që nuk rimbursohen nga shteti. Në Shqipëri, sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktar kryesor i vdekjeve dhe ishemi cerebrale janë ndër rastet më të shpeshta. Trajtimi i shpeshtë është thelbësore për mbijetesën dhe riabilitimin e pacientëve, por spitalet publike nuk ofrojnë shërbimet e nevojshme. Sipas ekspertit shëndetësor Gazmen Koduzi, mungesa e këtij shërbimi dëshmon dështimin e politikës shëndetësia falas. Ai thekson nevojën për mbulimin universal dhe akses të garantuar në trajtimet emergjente. Spitalet rajonale si ai i Durrësit nuk ofrojnë trombolizën apo angioCT, duke detyruar pacientët të transferohen në Tiranë, shpesh me vonesa fatale. Në QSUT mungesa e stafit të specializuar mbetet pengesë kryesore. Dr. Arben Roy, i vetmi mjek që krye trombektomin, pohon se nuk ka kapacitete për të ofruar këtë shërbim 24 orë në ditë. Rasti i aktorit Jens Fuga, për të cilën u nglodhën fonde për operacionin e tij në një spital privat, është vetëm shembull i një krize shëndetësore. Pa investime në pajisje dhe trajtime të mjekëve, mijëra pacientë rrezikojnë jetën duke përballur me zgjidhjen e vështirë, paguaj ose vdis.